Mirë mbrëma miq të dashur, mirë se vini në studion e Motivit. Në vazhdon e diskutimeve që kemi bërë gjatë javëve të marsit këtu në Motiv, sot do të flasim për kontributin dhe për praninë e vajzave dhe grave në shkencë. Një hulumtim i bërë në vitin 2019 nga tregoi se për një gjë jemi të parët në Europë. E ai është numri i grave shkencëtare apo hulumtuesve shkencore në vendin ton, ku në Instituti i Statistikave të UNESCO-s për vitin 2019, në një hulumtim që ka bërë për praninë e grave në shkencë globalisht, e nxjerr Maqedoninë si vendin e parë në Europë me numrin më të lartë të grave hulumtuese, gjithsesi me 52% të grave hulumtuese nga prania e përgjithshme hulumtuesve në vendin tonë. Gjithashtu nëse i ndjekim edhe trendet aktuale të statistikave në vendin tonë, kontrollova se sa nga doktorantët e vitit të para prag, vitit 2024 kanë qenë gra dhe aty është goxha numri i balancuar. Nga numri i përgjithshëm i individëve që kanë doktoruar në vitin e kaluar, 106 janë gra, pra 49.3% nga numri i përgjithshëm i personave që kanë marrë titullin doktor shkence në vendin tonë. Por edhe pse prania e grave në shkencë në vendin tonë është goxha e balancuar, sërish vlerësimi dhe integrimi i punës së tyre në hapësirat shkencore mbetet një çështje për të diskutuar. Prandaj unë sot anash statistikave, anash pasqyrave që na jep statistika, kam ftuar dy shkencëtare në studion ton për të folur se si është realisht në praktik të jesh hulumtuese shkencore në sferat eksakte në vendin ton. Do të kem kënaqësinë që ta kem në studio zonjën Nora Limani, doktorante e teknologjisë së ushqimit dhe procesimit në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, gjithashtu ligjeruese në Universitetin Nën Tereza në Fakultetin e Shkencave Teknologjike. Ju ftoj në studio, mirë se keni ardhur, shumë kënaqësi që jeni sot me ne. Faleminderit. Mirë se erdhët në studion e Motivit, urdhroni akomodoni, ndërsa të ftuarën e dytë do ta kem në Skype për shkak se aktualisht ajo ndodhet në Skotland. Donika Klenja është doktorante në studimet e kancerit në kuadër të mjekësisë molekulare në Universitetin e Dundee në Skotland. Ajo është vetëm 26 vjeçare dhe ka 3 vite e gjysmë që bën studimet e saj të doktoraturës të fokusuara tek kanceri mushkrive dhe metastazat si pjesë e studimeve pra të doktoraturës së saj. Paraprakisht ajo ka qenë studente e vitit në Universitetin e Bristolit në vitin 2021, ku vetëm 17% të studentëve në këtë universitet janë internacional, ndërsa të tjerët janë vendor. Ajo që në vitin e parë të studimeve për notën saj më të lartë mesatare në Fakultetin e Mjekësisë Molekulare, është nderuar me çmimin Alumni Academic Achievement Award, pra arritja vjetore akademike për student alumni. Ka pasur eksperjenca të ndryshme në universitetet të ndryshme prestigjioze si ai Oxfordit, por ka pasur edhe eksperjenca shkencore edhe në Universitetin e Shën Kirilit dhe Metodit këtu në vendin tonë, kështu që do të mund të na bëjë një komparacion. E kemi një fotografi të bukur të Donikës në këto momente me gjitha medaljet e saj nga Universiteti i Bristolit. Ndërkaq, besoj tani e kam në Skype Donikën. Përshëndetje Donika, më dëgjon? Po. Përshëndetje Arlinda, po. Faleminderit shumë që ke ndarë sot kohën tënde të çmuar për të qenë me ne. Është kënaqësi. Unë do të ulem tani në studio dhe do ta vazhdojmë diskutimin. E kam kënaqësi që në këtë moment ta shfrytëzoj edhe për të njoftuar dy hulumtuese shkencore që pse jo në të ardhmen mbas edhe mund të kenë bashkëpunime. Unë e përmenda që Donika për momentin është në Skotland. Donika, më trego pak si po shkojnë studimet e doktoraturës. Studimet po shkojnë shumë mirë, Arlinda. Unë tashmë jam në vitin e fundit, në vitin e 4 të doktoraturës. Edhe mund të them në muajt e fundit, aktualisht po përpiqem të përfundoj të gjithë punën laboratorike dhe shumë shpejt brenda muajit të ardhshëm do filloj me shkruarjen e tezës së doktoraturës. Kështu që është fundi, domethënë po shikoj dritën në fund të tunelit, por është edhe shumë intensive. Por tunel i bukur ama, tunel studioz. Ndërkaq, Nora, me sa kuptova, rishta zgjedhë ti sapo kishe dorëzuar temën e doktoraturës, një punë kolosale 6 vjeçare me sa kuptova, po diçka e tillë. Gati 7 vite. Entuziaste për fundin? Patjetër që po. Do me thënë, shpresoj dhe 1 muaj, më së shumë të 2 muaj, unë do të përfundoj, do të mbroj, do me thënë, e kam dorëzuar tezën e doktoraturës dhe veç më jemi në procedura administrative,
dhe do ta mbroj me shumë kënaqësi mes dhe e pres atë moment. Arsyeja pse unë zgjodha që pikërisht ju ftoj dy zonjusha që angazhohen në shkencat eksakte është pikërisht sepse parë se ka një lloj trendi në vendin tonë që femrat të doktorojnë më shumë në sferën e biznesit, lingvistikës, por edhe mjekësisë. Besoj është një kontribut shumë i nevojshëm ky i grave shkencëtare në vendin tonë që të fokusohen edhe tek sferat më eksakte. Dua të di pak si jeni lidhur me shkencën edhe si keni përcaktuar drejtimet cilat sot i qaseni deri në doktoraturë. Arlinda, rrugëtimi jam profesional, realisht ka filluar qysh në fëmijëri të hershme timen. Kam pas fatin e mirë që të rritem nga dy prindër intelektual, të cilët gjithmonë më kanë nxitur atë kurreshtjen për natyrën, për botën e gjallë, universin, hapësirën universale, astronominë e të tjera. Dhe unë gjithmonë në natyrën, për shembull një gjethe të thjeshtë, unë asnjëherë nuk e kam pas si gjethe, po e kam pa në nivel më të thellë, qelizor, molekulare, kam paramenduar gjithmonë fotosintezën, proceset biokimike si realizohen, e kështu me radhë dhe çdo ditë më shumë filloja të shihja botën më ndryshe, natyrën më ndryshe dhe erdhi një moment kur unë nga diskutimet e shumta shkencore që i kisha zakonisht me babin edhe mamin tim, erdhi momenti kur unë vendosa dhe kuptova se drejtimet si shkencat eksakte mua do të ma përmbushin atë dëshirën edhe nevojën për të kontribuar në shoqëri edhe për ta përmbushur atë dëshirën time për ta studiu botën e gjallë edhe qenjen njerëzore, trupin tonë. Po. Edhe shkova, vazhdova në studimet deri diplomike në biokimi. Po. Pastaj edhe ciklin e dytë vazhdova në biokimi dhe këto ishin domethënë fazat e fillimit që unë mendoj edhe besoj se kam bë vendim shumë të mirë, i cili drejtim më ka hap shumë dyert si në aspektin profesional, personal, në të gjitha anët. Ndërkaq, edhe Donika ka një kuriozitet intelektual dhe shkencor të jashtëzakonshëm, unë e kam përcjellë që nga shkolla e mesme ku vazhdimisht kishte suksese frapante. Mbaj mend momentin kur ti e pranuar në 16 universitete ndërkombëtare dhe pastaj kishe lirinë e botës për të zgjedhur aty ku ti përket dhe ku ti dëshiron. E përmendi Nora që ka një traditë dhe familjare. Të njëjtën element e kam veritur edhe tek ti, Donika, njëjtë si ti edhe motra ndish një rrugë shkencore, motra në Amerikë me sukseset të jashtëzakonshme, ti në Britaninë e Madhe me sukseset të jashtëzakonshme. Cila ka qenë shkëndija e lidhjes me shkencën edhe nga ka lind ky kuriozitet intelektual? E ka nxitur prindrit apo si është rasti tek ti, Donik? Atëherë, fillesa si që përmendi edhe zonja Limani dhe unë i kam pasur në familje. Unë jam rritur nga prindërit, por edhe gjyshërit, sidomos me një frymë shumë intensive për edukimin, për shkencën, për të bërë një femër e pavarur. Por pastaj shkenca do edhe pak prirje, ndoshta pak edhe ato gjenet e kuriozitetit, apo e mendimit të thellë, apo edhe intuitës të natyrshme. Dhe këto janë elementet të cilat pastaj të bën ti shumë kurioze për të studiuar më shumë, për të ulumtuar më shumë. Një lloj si motra ime, si tezja ime, të cilët tashmë tezja ime është një profesoresh në Londër, ndërsa motra është mjeke në Amerikë. Unë kam vazhduar hapa të ngjashme, gjithmonë kam qenë interesuar midis shkencës dhe mjekësisë, edhe Britania e Madhe dhe universitetet atje më ofruan mundësinë të pozicionoj në një ulise midis të dijave, pra tek shkencat mjekësore, pra të bëj shkencë që ka impaktin tek mjekimi i pacientëve. Por ato shenjat e para i kam shfaqur qysh në vegjëli, e mbaj mend jam përpjekur të studioj koagullimin e gjakut me disa eksperimente që sigurisht nuk janë absolutisht në rregull me ato rregullat e shkencës, por thjesht e mbaj mend qysh atëherë kam shfaqur shenjat e prirjes time.
Pra, loja e shëndruar në shkencë, në një farë forme. Si ka qenë momenti përgjidhjes së degës specifike që do e studioni, dhe që ka qenë, si me thënë, orientime ose motivi drejt këtij përcaktimi? A ju ka dhënë në anën tjetër ky vend edhe hapësirë të mjaftueshme për pas alternativa se ku do ta investoni ju angazhimin tuaj shkencor. Je e fokusuar tek teknologjia ushqimit, një degë që nuk është ndoshta edhe shumë e hulumtuar në vendin tonë. Po, realisht të tregova se studimet deri diplomike dhe pas diplomike i kisha në biokimi, pastaj e zgjerova fokusin tim me qëllim në teknologji ushqimore për të zgjeruar perspektivën dhe nevoja ose si të them ajo dëshira fillestare që unë të vazhdoj specifikisht në këtë drejtim, ka qenë një shtysë e imja që gjithmonë e kam pasur dëshirën për t'i ndihmuar njerëzit. Dhe këtu, në këtë profesion, do me thënë e gjej veten, sepse mendoj se bëj një ndihmes të dyfisht, edhe duke dhënë në kontributin shkencor, por njëkohësisht nëpërmjet teknologjisë ushqimore, specifikisht unë punoj për sigurinë e ushqimit, duke kontribuar në të mirën e shëndetit publik. Dhe këto të dyja momente më janë ndërthurur dhe kanë kompletuar atë dëshirën time që unë të ndihmoj popullin edhe të jap kontribut si në shkencë edhe në shoqëri. Kjo që sa po përmend është një problematik aktuale në vendin tonë, ka diskutime të shumta mbi cilësinë e ushqimit cilin ne e konsumojmë. Cili është kontributi yt konkret në këtë sferë? Na trego pak ku je angazhuar aktualisht. Do me thënë, unë punoj për ndikimin e rrezatimit ionizues me rreze gama në cilësinë e produkteve ushqimore me origjinë bimore, si për shembull biberin e kuq, biberin e zi, hithra, këto si erza, pastaj kërpudhat e thata, dhe unë kam bërë analiza duke fillu nga aspekti mikrobiologjik, siguria mikrobiologjike, se si ka ndiku rrezatimi në përmirësimin e cilësisë mikrobiologjike të këto produkte ushqimore, pastaj në cilësinë kimike, në përbërjen kimike, kam analizu polifenole, proteina, piperinën si komponent bioaktive të biberi zi, proteina të kërpudhat e thata, do më thënë si ka ndiku rrezatimi ionizues të këto që i përmenda. Pastaj kam analizu strukturën, në nivel struktural si ka ndikuar rrezatimi ionizues në qelizën bakteriale, pastaj në vetë strukturën e erzave, sepse erzat janë një produkt ushqimor që përdoren shumë gjerësisht në kuzhinat tona, në të gjitha ushqimet gati, dhe janë një burim për të kontaminuar ushqimet tjera. Nëse kontaminohen vetë me mikroorganizma, ato mund të kontaminojnë edhe ushqimet tjera të cilat aplikohen. Prandaj, kjo si metodë është teknikë e re e procesimit minimal në Maqedoni, se realisht në Evropë përdoret edhe më herët, qysh në vitet 53 përdoret në Evropë, kurse teknika filluar është në proces e sipër, ende nuk është edhe aq aktual. Por unë shoh produkte të ndryshme në marketet tona, në të cilat shkruan se produkti është i rrezatuar ose i trajtuar me rrezatim ionizues, që duhet patjetër produkti të shenjohet, të etiketohet, dhe kjo do me thënë dëshmon për cilësinë e një produkti, se deri tash ndoshta jemi mësuar të dëgjojmë rrezatimet sikur në aspektin negativ. Në këtë rast është aspekti pozitiv, sepse rrezatimi i sterilizon, do me thoni shkatron mikroorganizmat e një produkt ushqimor, mirë po duke shkatru mikroorganizmat nuk duhet të lejojmë që të shkatrojnë përbërjen kimike dhe vlerat nutritive të një produkti ushqimor. Është temë shumë e gjerë. Shumë e gjerë, po informacion i rëndësishëm. Pra, kur shkojmë në market për të blerë produkte, kjo është një indikacion që duhet ta shohim. Nëse produktet kanë rrezatim ionizues. Dhe në Maqedoni, në shtetin tonë, ende nuk ka laborator të sofistikuar për të detektuar nëse një ushqim është i rrezatuar ose jo. Se ka produkte të cilat janë të etiketuara që janë të rrezatuara, janë të trajtuara me rrezatim ionizues, por në fakt nuk janë. Dhe kjo është edhe më rrezik, sepse klienti, konsumatori e merr atë produkt si të sigurt, kurse në anën tjetër ai nuk është i trajtuar. Donika studion një lëmi që është sfidë jo vetëm vendin tonë, por një sfidë globale.
Fatkeqësisht kanceri është një nga sëmundjet më të përhapura edhe në vendin tonë. Donika, pse pikrisht të zgjohet ti këtë lëmi specifike për ta studiuar edhe për t'i dhënë një kontribut tëndin shkencor? Dhe besoj për dallim nga Nora, e cila studimet i ka bërë në vendin tonë, ku ndoshta nuk ka një lëramani shumë të madhe të drejtimeve, mundësia jote për të zgjedhur në mesin e universiteteve ndërkombëtare, ndoshta të ka dhënë më shumë hapësirë edhe për t'u përcaktuar më mirë tek pasioni yt, edhe tek diçka që do t'i kontribonte shoqërisë. Atëherë, Arlinda, janë diku 3 arsye për momentin që po më kujtojmë pse pikërisht kjo është lamia, pse fokusohem unë. Pikë së pari është histori personale. Siç e përmenda pak më parë, unë kam kaluar pjesën më të madhe të fëmijërisë me gjyshërit, edhe kam humbur 2 prej tyre prej kancerit. Në një moshë ku mendoja se ato ishin të përjetshëm, edhe çdo sëmundje që do kishin do shërohet. Dhe aty kuptova se kanceri, si specifikisht i pankreasit, ishte një prej kancerit që nuk kishte shërim. Më pas, kjo do me thënë shtyu atë interesin tim për mjekësinë shkencore, mjekësinë molekulare qerizore, pra aty ku është baza e nisjes të një kanceri. Dhe duke bërë studime 3 vjeçare në Bristol, aty për pas kisha mundësi, duke eksploruar disa lëndë, ato lëndët e kancerit gjithmonë ma jepnin atë pasionin, si që përmenda është historia personale, por përveç pasionit dukesha sikur kisha më shumë prirje tek ata, do me thënë e boja me më shumë efikasitet, me më shumë pasion. Dhe përveç kësaj, në qoftë se përmendim shkaqet e vdekjes në botë, numri i parë janë sëmundjet e zemrës dhe së dyti janë kanceri. Edhe nevoja për kërkime shkencore të kancerit, për shkak të kompleksitetit të kancerit, sepse kanceri në fakt nuk është një sëmundje. Dhe nevoja për hulumtues shkencëtar për kancer është shumë e madhe. Dhe këto janë në të rësit të gjitha arsyet të cilat pas një dyshim më bën të vendos që po, kanceri është lamia që unë dua të fokusohem, sepse pasioni mendoj është një element kyç për një shkencëtar të punoj dhe të kontriboj sa më shumë. Pa pasion, ndoshta produkte ose gjetjet shkencore mund të jenë më të ulta ose thjesht jo të kualitetit që pasioni mund t'i kuptoj. Dua të di cili mendoni se ka qenë ai hapi më i rëndësishëm ose më strategjik që keni bërë gjatë rrugtimit profesional. Cili ka qenë ndoshta vendimi më i dur që e keni marrë, që e keni pasi një jump ose si një moment ku ju ka dhënë një ngritje profesionale. Le t'japim kështu edhe si me thënë këshilla dhe për vajzat e reja që duan të orientohen në shkencë. Cili mendon se ka qenë, Nora, momenti më i dur i karrierës, vendimi më i dur që ke marrë? Arlinda, ka disa momente të cilat më kanë nxitur në këtë drejtim, por me njëherë pas përfundimit të studimeve deri diplomike, mu dha mundësia të punoj në një shkollë të mesme, Woodrow Wilson School ishte atëherë në Tetov, dhe për mua ishte një sfidë sepse aty ligjërohej në gjuhën angleze dhe gjithashtu edhe literatura ishte në gjuhën angleze. Dhe duke pas parasysh se unë vetëm sapo kisha diplomuar dhe sapo kisha filluar studimet e ciklit të dytë. Në fillim isha skeptike se a do t'ja dal, a të vazhdoj, a të filloj, sepse isha e dërguar atje me rekomandimin e profesorëve të mi të fakultetit në UT. Dhe vendosa që të shkoj dhe bëra shumë mirë. Do me thënë, ishte një moment sfidues për mua, prandaj kjo është si një mesazh do ta përçoja deri te të gjitha vajzat e reja se duhet të guxojnë, ta sfidojnë veten, të dalin nga zona e rehatis, edhe rrugës pastaj do të mësojnë gjëra sepse përvoja e bën të veten. Ky ishte një moment që unë fillova në këtë shkollë. Pastaj aty pata fatin e mirë që të njoh shumë profesor ekspert të fushave të tyre, të cilat edhe më tutje më ndihmuan edhe më shtyn në botën akademike, duke më mbështetur edhe në aspektin e drejtimit tim rreth
në botën, domethënë për të bërë hulumtime, kërkime shkencore kështu me radhë, derisa edhe mbështetja prej profesorëve që i kam takuar aty, për të më nxitur për të vazhduar edhe ciklin e tretë të studimeve, që jam shumë mirënjohëse. Domethënë këto janë rrethanat pak a shumë në pika të shkurtra, të cilat më kanë nxitur, por gjithmonë me atë guximin për të ecur përpara, vullnetin, pasionin që tha Donika, sepse është shumë e rëndësishme të duash atë që e bën. Absolutisht. Dhe jo vetëm ta bësh sepse duhet ta bëj, jo sepse të ka thënë dikush ta bësh atë profesion, por sepse ti e dëshiron vetë dhe e do atë që e bën. Në këtë mënyrë suksesi asnjëherë nuk mungon. Edhe kjo, domethënë. Edhe sa do e frikshme të jetë dalja nga zona e komfortit, sa do e frikshme edhe ankt që na krijon, besoj që ja vlen në momentin që e thyen atë lloj barriere, është se ja vlen dhe se po rritesh profesionalisht. Rezultati në fund është gjithçka dhe shef se gjithçka ka kuptim, merr kuptim. Realisht nuk ka rritje profesionale pa thy këtë kornizën e... Mendoj se suksesi u takon njerëzve që guxojnë. Absolutisht, absolutisht. Donika, cili mendon se ka qenë hapi më strategjik që ke bërë ti në rrugtimin tënd? Atëherë, mendoj se hapi më strategjik ka qenë në periudhën ku sapo mbarova studimet bachelor në Bristol. Sigurisht, sado i suksesshëm të jesh, sado të punosh fort, mendoj se fuqia e mentorëve që ti mund të hasësh gjatë studimeve është shumë e madhe për këshilla që të japin. Domethënë edhe këto strategjitë kanë pas, domethënë një farë influencimi nga mentorët e mi. Në momentin kur mbarova bachelorin, sigurisht si çdo student do të shkoja të studioj master, edhe gutova të aplikoj në Universitetin e Oxfordit edhe aty u pranova. Mirë po, çuditërisht mentori im mendonte se unë mund të aplikoj direkt për doktoraturë. Edhe kjo ishte diçka e pabesueshme për mua, por thjesht guxova dhe e bëra më së shumti për të respektuar këshillën e tij. Dhe dolli që unë u pranova, domethënë nga 150 aplikantë në botë për të ndjekur këto studime të doktoraturës. Dhe kjo mendoj se ishte një hap i rëndësishëm. Pse? Sepse unë isha një studente internacionale dhe si studente internacionale është shumë e vështirë për të gjetur doktoraturë të krejtësisht të financuar jashtë. Edhe kjo ishte një ndër ato të paktat të cilat ndodhin, domethënë shumë rrallë. Edhe kapa në vitin e dur, në kohën e dur, edhe isha e suksesshme. Edhe mendoj se kjo ishte një ndër hapat më sigurt. Ishte ndoshta vendimi më i vështirë që e kam marrë në jetë, domethënë të zgjedh nga një master në një universitet që gjithmonë e kam ndëruar, edhe nga një doktoraturë, por absolutisht kam bërë vendimin e dur, edhe mendoj se kjo ishte një ndër ato big jumps, edhe ishte vërtet big jumps, sepse të kalosh ka një bachelor në doktoraturë nuk ishte e thjeshtë, mundesh të bëj ekstra punë për të kaluar atë urën, sidomos të jem më e vogla në një departament edhe të gjitha ato barierat që u krijuan, por ishte e guximshme dhe ja vlejti. Donika, më dëgjon? Po. Me sa që ta qartësojmë, ti ke kaluar nga bachelori direkt në doktoraturë? Po. Si ishte e mundur kjo? E lejon, domethënë, sistemi atje e lejon një gjë të tillë, nuk e di nëse lejohet në vendin tonë. Jo. Sistemi këtu e lejon në qoftë se ke mesataren shumë të lartë, edhe në qoftë se ke aftësi të kërkimeve shkencore që i shfaq me tezën e bachelorit, me eksperiencat e tua dhe me intervistat, shumë kritike që i bëjnë ata. Dhe në qoftë se i ka përsen këta, ti po mund të kalosh në doktoraturë. Fantastike. Mundësi shumë e mirë. Të jesh një kërkuese shkencore, cilat janë përparësitë, cilat janë vështirësitë edhe mangësitë? Sidomos në kontekstin tonë lokal. Po, përparësitë janë, Arlinda, se ke mundësi të krijosh njohuri të reja,
me të cilat do të kontribosh në bazat e dijes njerëzore kolektive, sa do qoftë të vogla të jenë ato, janë një motiv shumë i madh. Pastaj, normal, është përparësia në krijimin e logjistikës, mësohesh të analizosh më mirë, të gjykosh më mirë, kurse normal edhe të kontribosh në rrethin shoqëror, dhe thash edhe më parë, si në aspektin shkencor dhe në përgjithësi në shoqëri, kurse mangësit, kemi mangësit të shumta realisht në shtetin tonë, ndër mangësit më të shpeshta është mungesa e infrastrukturës, e pajisjeve laboratorike moderne, do me thënë i kemi kushtet e mira, por nuk i kemi kushtet optimale. Derisa në Evropë, për shembull, janë kushtet e standardizuara të ne, ende nuk jemi në atë nivel, por që unë jam shumë optimiste dhe besoj se jemi në rrugë të duhur, duke shkuar kaq më e mira dhe e thash dhe më herët në diskutim me ty se shkenca nuk është deri në kufi, nuk mbaron të kufinjt, shkenca mund të dalë edhe jashtë kufinjve, kështu që unë personalisht për shembull kam bërë bashkëpunime edhe me profesorë të fushës nga jashtë, të cilët më kanë ndihmuar për analiza, pavarësisht se bëj doktoraturën në Maqedoni, kam bë eksperimente dhe hulumtime edhe jashtë shtetit tonë. Do me thënë nuk i shoh shumë kufit fizik shumë handicap në aspektin e shkencës. Mirë, kjo është indikacion pozitiv. Gjithmonë kur ka vullnet, normal. Kjo është indikacion shumë pozitiv. Ndërkaq, Donika, nëse nuk ka bojë të keqim pjesë e Institutit të Imunobiologjisë dhe Gjenetikës Njerëzore në Fakultetin e Mjekësisë në Shënkirili dhe Metodi në një internship, a mund të bësh një komparacion mes mundësive dhe hapësirës së ulëmtimit shkencor që të është dënë këtu dhe mundësive dhe hapësirës së ulëmtimit shkencor që e ke atje në Skotlandë? Atëherë, po sigurisht mund të bëj një komparacion. Internship ishte 2 javor dhe ky institut faktikisht më shumë të paktën atë që unë vëshkova ishte i fokusuar në analizën e samplave të pacientëve, por kishte edhe disa student doktorant që bënin studimet e tyre, por ato që unë vëzhgova më shumë ishtin këta sampla të pacientëve. Por çfarë mund të krahasoj është absolutisht mundësit janë më të vogla, si dhe mundësit e trajnimit. Kishin aparatura të avancuara të gjenetikës, si të NGS sequencing, do me thënë është për të sekuencuar ADN-n, dhe ajo me thënë më impresionoi, por kishte edhe aparatura, si për shembull flow cytometry, si është një instrument për analizën e qelizave, të cilët ata e kishin, mirë po kishin nevojë për më shumë trajnim, do me thënë ishin ambicioz dhe kërkonin këtë trajnim, por besoj se mungonte, do me thënë, dikush që ta ofronte këtë për ata dhe ta mungoni resurset, po thua. Po pra, edhe mbaj me që kishim diskutime të tilla që mund të inicioja unë një kolaboracion të tyre me një departament në universitetin tim që ata të mund të merrin më shumë trajnim. Me thënë, e përbashkëta është pasioni, ambicia, me thënë ishin shumë të talentuar edhe sërish isha impresionuar me instrumentet që kishin, nga ajo çka mendoja se do të kishte, por mendoj se me atë që pash kishin nevojë për më shumë trajnim, sepse vetë kërkonin atë, me thënë dëshironin më shumë resurse trajnimi edhe gjë që besoj se do të ndihmonte jo vetëm analizën e samplave të pacientëve, por edhe mundësi për studentë tjerë të doktoraturës. Po. A e ka zvogluar hendekun e qasjes deri tek informacioni dhe burimet e informacioneve shkencore teknologjia sot? Sa larg është për ty Skotlanda, për shembull? Sigurisht se po. Për shkak të teknologjisë sot. Po, sigurisht se po, Arlinda, për të pas, do me thënë, qasje në literaturën shkencore, është ndihmëse madhe shumë bota digjitale, sidomos kur je doktorant, do me thënë kandidat për doktoraturë dhe je një hulumtues shkencor. Normal, por është e rëndësishme se nuk mjafton vetëm të dish të klikosh. Duhet të jesh njohës i mirë i fushës të cilën ti studion dhe të dish si ta përdorësh botën digjitale. Prandaj, siç tha dhe Donika,
mirë është edhe të ketë trajnime, do me thënë nga universitetet të organizohen trajnime, punëtori, workshop, si që quajmë, për t'i mësuar studentët si të kërkojnë, ku të kërkojnë, si t'i lexojnë punimet shkencore, edhe pse do me thënë është voglu handicapin nga bota teknologjia, gjithsesi duhet ata studentët të trajnohen se si t'i qasen botës digjitale. Kjo është indikacion i rëndësishëm. Edhe një faktor shumë i rëndësishëm është edhe gjuha, sepse literatura në shkencë zakonisht e kemi të reduktuar në gjuhën shqipe, po dhe maqedone, kurse shumica e literaturës shkencore është në gjuhën angleze. Prandaj është e patjetër e domosdoshme të njihet gjuha angleze, që të kemi qasje nëpërmjet botës digjitale deri tek literatura shkencore. Qartë. Ndërkaq, Donika, çfarë thonë ndoshta shoqët e tua këtu në Maqedoninë e Veriut? Sa u ka lehtësuar sot digitalizimi, qasin deri tek informacioni dhe ka lehtësuar hulumtimin shkencor, ose hulumtimi shkencor është diçka që kërkon më shumë infrastrukturë dhe resurse tjera teknike mbase? Si që përmendi zonja Limani, mendoj se ajo gjuha është një ndër barierat, por për ata të cilët e din gjuhën angleze, kjo nuk është problem. Do me thënë të gjitha publikime shkencore publikohen online dhe ata mund të kyçen dhe t'i studiojnë. Por sa i përket punës praktike, gjë e cila unë e di edhe nga shok, edhe nga motra, ajo mungon, me thënë trajnimi në bazë praktik është akoma i limituar, edhe është ajo praktika e cila zhvillon ato aftësitë që kërkohen për të bërë një doktoratur, një studim shkencor vetë, do me thënë të shkosh në një laborator edhe të bësh eksperimentet në mënyrë të pavarur, normalisht që duhet t'i kesh të praksa, dhe nëse nuk i merr nga universiteti, është shumë e vështirë. Në me thënë do të kesh një fillim shumë të vështirë. Dhe kjo mendoj se mungon në Maqedoni. Do me thënë kjo është ajo mangësia tek infrastruktura teknike. Tani dua të dal tek një pikë që na shqetëson, por besoj që duhet të diskutohet, sidomos të marrim edhe perceptimin tuaj si dy individ që jeni aktualisht të inkuadruara në hulumtime shkencore. A jeni ballafaqur ndonjëherë edhe me stereotipet ose paragjykimet ose edhe diskriminimin gjinor në punën që ju bëni? Unë hyra pak të shoh statistikat se si qëndron globalisht kjo çështje dhe më interesonte se sa gra e kanë fituar tazëm çmimin Nobel për shkencë, për mjekësi, për kimi ose për fizik, dhe statistikat janë goxha dëshpëruese, domethënë që nga viti 1901 kur IPET faktikisht akordohet çmimi Nobel për këto lëmi, 13 e kanë fituar çmimin Nobel për mjekësi, që domethënë vetëm 5% nga numri i përgjithshëm i fituesve të këtij çmimi. 8 prej tyre kanë fituar çmimin Nobel për kimi, vetëm 4% nga numri i përgjithshëm i fituesve, ndërsa në fizik kemi vetëm 1.8% të fitueseve gra. Ndërkaq, po na jep regjia në këtë moment statistikën e fundit që e dha Instituti i statistikave të UNESCO-s, ku Maqedonia siç e pa renditet e para në Europë për nga numri i hulumtueseve shkencore. Numri i madh i hulumtueseve shkencore, një prani pothuajse e barabartë, po në anën tjetër vlerësimi i punës së tyre lë për të dëshiruar. A është kjo, a pasqyrohet ky lloj statistike, ky lloj realiteti edhe në vendin tonë, Nora? Arlinda, do me thënë, sa i përket pyetjes prej fillimit që a ke ndjerë paragjykime si grua në shkencë, realisht unë drejt për drejt nuk kam hasur në paragjykime të tilla, ndoshta pse kam mbështetjen e familjes, bashkëshortit dhe të gjithë rrethit profesional, por gjithsesi jam e vetëdijshme për vështirësitë e grave që i hasin, do me thënë që duan të mirën me shkencë dhe që i hasin në rrethin tonë shoqëror, duke pas parasysh se jemi gra dhe dëshirojmë të bëhemi nëna dhe duhet të balansojmë mes obligimeve familjes dhe karrierës.
do me thënë kjo është çështje që diskutohet edhe sot dhe më ditë, mirë po me pasion, vullnet edhe për kushtem të gjithat i kalon dhe thash edhe njerë mbështetja e familjes dhe rrethit profesional. Kurse sa i përket numrit të grave në shkencë që i përmende në përçmime Nobel edhe duke marrë parasysh se nga UNESCO e vitit 2019 nëse zgaboj përqindja vërtet është e lartë e grave që përfaqësohen më e madhe se e burrave realisht. Po edhe se e burrave edhe në atë vit ka qenë edhe më e larta edhe në Evropë. Do me thënë është një statistikë shumë pozitive. Mirë, po gjithsesi nuk mjafton gratë të jenë vetëm në pozita në shkencë dhe të miren me hulumtime shkencore, do me thënë duhet që ato edhe të futen në pozita vendimmarrëse, jo vetëm të qëndrojnë në akademi dhe në hulumtime, po edhe në pozita vendimmarrëse në shoqëri, gjë që aty do me thënë është ajo që jemi më të nuk po më bje mend tash fjala, thua që ajo do t'i hapte rrugë edhe integrimit të grave edhe në aspektet e tjera? Po edhe në aspektet vendimmarrë në shtet, për shembull në shoqërinë tonë, në përgjithësi, në për institucione. E qartë. Ndërkaq rrethet intelektuale ose hapësirat akademike, thua se nuk ballafaqoheni me, si me thënë, nuk janë rrethe shumë jo miqësore për gratë? Nuk mund të them se janë jo miqësore, veç më kemi nisë, jemi vetë disuar, kolektivisht mendojnë atë aspekt, unë jam shumë pozitive, por gjithsesi gjithmonë ekzistojnë ato, për shembull si grua, duhesh sikur dy fish të punosh për ta dëshmuar një gjë për të cilën një mashkull ndoshta e thot më shpejt kapet nga bashkëbiseduesi ose nga publiku, do me thënë gruaja sikur duhet të punoj dy fish pak më shumë për të njëjtën gjë, që të mirret më serioze. E qartë. Po dhe barat i ka gjithmonë të dy fishta, këto sidomos balancin e jetës familjare, e bartë më shumë si barë gruaja se sa burin. Këto mbase janë ato konturat të shoqërisë tonë që e bëjnë pak më të vështirë realitetin për gratë. Donika, si ka qenë eksperienca për ty? Ti, për dallim nga Nora, je në qarqe më ndërkombëtare, ekziston atje paragjykim ose stereotip, ke ballafaquar ti ndonjëherë, ose të paktën kur kthesh në Dibër, ke ballafaquar ndonjëherë stereotipet ose edhe diskriminimet në sferën që bën? Fatmirësisht personalisht nuk kam hasur. Jam me fat këtu jam në një departament që nuk posedon të tilla stereotipe dhe kryesisht është i dominuar nga femrat. Madje një ndër profesorët të laboratorit ngjitur një ditë bënte një fjalim edhe e pyetën pse shumica e pjesëtarëve të laboratorit tënd janë femra. A nuk është kjo diskriminuese ndaj meshkujve? Por ajo përgjigja e profesorit tim ishte shumë e bukur dhe tha që diskriminimi është kur nuk e rekruton talentin, por rekruton në bazë të gjinisë. Kur rekruton në bazë të talentit, ajo sjell barazin. Dhe kjo do me thënë nuk ekziston në departamentin tonë. Ndoshta mund të ketë pasur stereotipe të moshës, por jo të gjinisë. Sa i përket asaj që thatë për çmimin Nobel, është shumë e vërtet, shumë pak femra njihen për çmimin Nobel. Se mendon Donika që globalisht nuk është njohur ndoshta shumë ose nuk është festuar shumë suksesi i grave globalisht në shkencë? Mendoj se një ndër arsyet e para është se kur filluan të bëhen zbulimet e para, domethënë kur kishte më shumë për të zbuluar, jo që akoma nuk ka, ka pafund, por ato zbulimet kyçe që u bën në fillim, ishte një periudhë ku femrat akoma nuk pranoheshin në universitete. Do me thënë, kishte femra që shumë dëshironin të studionin, por ishin absolutisht refuzuara të studiojnë, madje disa një ndër shkencëtaret greke me sa di është edhe vrarë për këtë gjë. Ka shumë shkencëtare të cilat kanë dhënë kontribut në një laborator i cili është njohur për çmimin Nobel, por femra është ekskluzuar nga ky çmim Nobel dhe këtu përmend rastin e Rosalind Franklin, e cila ka bërë bashkëpunim me Francis Crick edhe Watson për të bërë kristalizimin e strukturës të ADN-s. Mirë po, ajo nuk është përfshirë në çmimin Nobel. Megjithatë, diçka që na jep shpresë është se i vetmi person që ka marrë 2 çmime Nobel është femër. Po,
Maria Kiri. Por edhe ajo me sa lexova nga biografia e saj është ballafaquar kogja shumë me diskriminimin, me mungesën e hapësirës, me sfidat gjinore. Edhe gratë që kanë bërë këto lloj, si me thënë, ndryshimesh të mëdha në shoqëri, edhe ato e kanë pasur rrugën të vështirë. Dhe kjo mbas është ajo padrejtësia e madhe që bëhet dhe që u avështirëson ose ndoshta edhe i zbraps gratë në përgjithësi. Okej. Tani duhet të inspirohemi pak nga historitë tuaja të suksesit. A mund të ndani ndonjë nga përvojat pozitive ose informacionet më të fundit mbi sferën tuaj që hulumtoni? Çfarë përmban për shembull teza yte e doktoraturës? Po, Arlinda, unë veç pak a shumë e ceka edhe në fillim, do me thanë rrezatimi ionizues si një teknikë e procesimit minimal të produkteve ushqimore, sepse në kohët moderne të gjithë tentojmë të konsumojmë ushqime sa më pak të procesuara, sa më pak të përpunuara teknologjikisht, që të janë sa më afër natyrës së freskët të ushqimit, dhe kjo metodë është një metodë shumë e suksesshme për të sjellë në treg produkte të tilla. Kështu që unë do me thënë i hulumtoj edhe e ceka edhe më parë tash mos të përsëritem, përbërjen kimike, mikrobiologjike të produkteve ushqimore, dhe kontributi është sepse do të ndikoj në zhvillimin, hulumtimi im do të ndikoj në zhvillimin e metodave moderne në shtetin ton, për përpunimin edhe ruajtjen e ushqimit, duke siguruar edhe për shëndetin publik, që të kemi ushqime të sigurta në aspektin mikrobiologjik, por edhe në anën tjetër të ruajtura vlerat nutritive të tyre. Një indikacion që mund të na japësh për të na motivuar është, ka më shumë studente vajza ose janë vajza të interesuara për shkencat eksakte? Po. Me që i edhe angazhuar në universitet, unë jam edhe si pedagoge universitare dhe në drejtimin ku unë ligjeroj, aty dominojnë femra, do me thanë, si të teknologjia ushqimore, si të bioinxhinieria, dominojnë femrat, po edhe në universitetin ku jam në doktoratur, edhe aty dominojnë, do me thënë, për momentin femra. Ishim, do me thënë, 4 të gjeneratës femra, për këtë gjenerat po flasë, në doktoratur, pa asë një mashkull, ndoshta tash në të ardhme nuk e di, por do me thënë, në të dy anët gjithmonë dominojnë femrat, që më vjen shumë mirë, sepse edhe e kam thënë shpesh edhe studentëve dhe nxënësve në shkollat e mesme, ju them gjithmonë po e shfrytëzoj këtu edhe rastin që t'ju bëj thirrje, që të zgjedhin drejtime që janë më deficitare në nivel të shtetit, që pastaj të kenë më të lehtë punësimin, jo vetëm të kryejnë fakultete për të kryer një fakultet dhe për të pas një diplomë, që pastaj do ta kenë vështirë të punësohen sepse bëhen me numër shumë të madh, kurse e kam fjalën të zgjedhin drejtime që ju duken në dukje të vështira, por që kur do diçka nuk është e vështirë dhe nuk duhet të kesh frikë nga diçka që e do. Edhe të zgjedhin për profesione që janë më deficitare të shkencave eksakte, për shembull në universitetin ton ku unë ligjeroj, më herët e ceki se a keni alternativa. A ka alternativa? A ka alternativa, do me thënë, më herët besoj nuk ka pasur aq shumë kur unë kam 2008-ën, për shembull kur kam fillu studimet, kurse tash ka laramanime të madhe të drejtimeve. Për shembull ka drejtime energjetik, ka teknologji ushqimore për mjedes, biomekanik, do me thënë ka drejtime shumë të cilat edhe mirën parasysh në tregun e punës, dhe në pamje duken ashtu të vështira, por që ja vlen, sepse sidomos edhe për vajzat, po flasim në këtë rast, nuk anashkalon edhe meshkujt, por në rastin konkret femrat, të marrin këto drejtime dhe të bëhen të zojat e vetes, që në të ardhmen të ecin me dinjitet dhe të tregojnë për pozitat që mbajnë në shoqëri. Edhe bravo vajza që zgjendi drejtime deficitare dhe që zgjendi drejtime kaq sfiduese. Shumë informacioni bukur këtë që vajzat dominojnë tek shkencat eksakte. Ndërkaq, Donika, na trego pak çfarë thon ulëmtimet e tua të fundit për kancerin. Çfarë ka dritë pozitive? Atëherë, kanceri, si që përmenda pak më parë, është më shumë se një sëmundje. Do me thënë, jo vetëm që prek disa organe dhe në çdo organ është një sëmundje tjetër.
por edhe brenda një organi mutacionet janë të ndryshme nga pacienti në pacient. Dhe kjo e bën shumë komplekse studimin e kancerit. Por 90% të vdekjeve nga kanceri ndodhin për shkak të shpërndarjes së kancerit në trup. Mirë po, shumica e trajtimeve që për momentin ekzistojnë në klinik nuk fokusohen tek ndalimi i shpërndarjes të kancerit, por më shumë tek zvogëlimi i tumorit primar. Dhe kjo është një mangësi të cilën unë dhe laboratori im e kemi studiuar dhe gjatë periudhës time 4 vjeçare të doktoraturës, unë do me thënë kam studiuar mekanizmat molekulare të shpërndarjes të kancerit nga lokacioni primar, pra nga organi i parë ku është krijuar tek një organ tjetër. Kam shfaqur disa molekula të cilat kanë, do të thënë qëndrojnë pas këtij efekti. Dhe në kapitullin tjetër, unë kam bërë një screen të madh të disa ilaçeve të cilat e targetojnë molekulen të cilën ne mendojmë se është përgjegjëse për këtë efekt të shpërndarjes të kancerit, dhe fatmirësisht nga ato screen që e bëm ne, 4 prej ilaçeve patën sukses dhe tashmë ato jemi duke i studiuar në minj dhe kemi marrë shumë rezultate premtuese. Do me thënë, në minj shohim shpërndarje më të vogël të kancerit, dhe me datat të tjera që do t'i marrim së shpejti, shpresojmë që këta ilaçe t'i fusim në prova klinike dhe të shohim se si pacientët reagojnë ndaj tyre. Donik, që nga fillimi i studimeve ke dalë para në shumë gjëra. Me që më the se je në përfundim të doktoraturës, ndërka që mosha jote është ekstremisht e njomë, 26 vjeçare, a i bie që të thyesh në një rekord tjetër të moshës si doktorante më e re ose diçka e tillë? Apo nuk je lodhur të merresh me ato statistika? Nuk e di në qoftë se ka dikush tjetër në botë, po nuk e di. Nuk je lodhur të merresh me ato statistikë. Mirë, do e marrim vesh, për shumë shkurt kohë do e marrim vesh. Nuk do habitem nëse shoh ndonjë lajm të tillë nga mediat atje. Donika, për fund, pas përfundimeve të studimeve atje doktoraturës, pretendon të kthehesh këtu dhe të zhvillosh kapacitetin tënd intelektual këtu dhe të kontribuosh për vendin, apo ke ndonjë stacion tjetër shkencor? Atëherë, për shkak të situatës sociale dhe familjare, do më duhet që të lëviz në Amerikë pasi të përfundoj studimet për shkak të partnerit. Megjithatë, kam nisur disa plane, të cilat për momentin nuk mund t'i çoj shumë larg për shkak të fokusit në doktoraturë, por absolutisht do dua të jem prezente në Maqedoni, qoftë përkohësisht, qoftë nga larg, por kam diçka në mendje që dua të kontribuoj në Maqedoni. Edhe shpresoj t'ja dalë. Por absolutisht dua të kontribuoj, sepse besoj se kam mundësi, kam dëshirë, pse jo. Mirë, kurdo që ta vendosësh që ta ndash, ose ta konkretizosh atë plan, ne të presim që t'na informosh, dhe pse jo t'jesh edhe fizikisht në studion e Motivit për ta ndarë me ne. Unë ju falemderoj shumë që ishit sot në Motiv dhe që folëm bashk për realitetin e të qenurit vajzë grua në shkencë. Pata 2 shembuj jashtëzakonisht pozitive dhe frymëzues në studio që uroj të kenë përcjell pozitivitet dhe motivim edhe tek ato që na ndjekin nga ekrani. Faleminderit shumë Nora që ishe fizikisht sot në studio, duke i lënë obligimet e tjera familjare, dhe pse dita që po xhirojmë është fest. I zhvendosë shumë nga angazhimet për të qenë këtu dhe të falemnderoj shumë. Faleminderit shumë edhe ty nder për mua. Ishte kënaqësi. Donika, të falemnderit shumë që ishe në Motiv virtualisht kësaj here, radhën tjetër do të pres në studio. Faleminderit shumë, Ali, do kënaqja shumë. Faleminderit.
Ishte mira. Atëherë, shikues të ndashur, këtu përmbyllim këtë edicion të programit Motiv. Ne do të kemi edhe një edicion të dedikuar për gratë, na zuri prilli, por të tilla ishin ndodhit në vend dhe disa javë e respektuam zinë kombëtare, kështu që ne do rishjemi sërish javën e ardhshme për të folur për gratë në kulturë dhe pastaj do të vijojmë me tematikat e tjera të rëndësishme këtu në Motiv. Bashkë mirupafshim.